Gjuda dhe Lyra janë dy voleybollistët nga Kosova që u shpatën kampionin e kampionatin e voleybollit në rër, i cili u zhvillua për 8 ditë me radhë në Velipojnë në Shkodrës. Urime dyshja kosovare. Faleminderit edhe pse jemi njëra nga Divjaka, tjetra nga Prishtina, jemi bërë të dyja domethënë edhe këtë herë përfaqësojmë Kosovën. Po informacionet gjyqtarët më thanë janë dyshja nga Kosova. Po në Prishtinë jetojmë të dyja ne prandaj. Unë së pari duhet falenderoj Gjuda Kruti, Lyra Pireva. Fantastike në Faleminderit. Duhet edhe trofeon, por edhe shpërblimin financiar. Po, shumë faleminderit. Unë së pari duhet falenderoj Federatën edhe Bashkinë Shkodër për punën e mrekullueshme që kanë bërë, edhe që organizojnë gati çdo vit këtë kampionat. Edhe sa për informacion, unë kam 3-4 vite që dalë kampione këtu në Velipoj, domethënë Velipoja është vendi me shans. Për ju, emocionet? Emocione shumë të mira, edhe i falenderojmë edhe bravo për organizime, nuk ka një turnir shumë i mirë edhe kemi kalu shumë mirë. Edhe si përfundim në mënë shkodranët janë shumë mikprica. I falenderojmë gjithë. I falenderojmë dhe juve. Ishmi pjesëmarrës dhe konkurruese në... Patjetër. Nuk do mungojmë asnjëherë. Kishit shumë tifoz nga publiku që ndoqi, por ndonjë dedikim për këtë fitore keni? Zakonisht ne tifozët i kemi gjithë për vete, kudo që shkojmë. Natyrisht edhe suksesi juaj dhe performanca juaj meriton një gjë të tillë, por dedikim personal, njëra dhe tjetra. Njëra tjetrës. Unë ja dedikoj Gjudës, Gjuda ma dedikon mu. Me tej ka ndonjë dedikim të posaçëm? Që na kanë bërë neve? Që ju keni me jo dediku fitoren dikojt. Ne dedikojmë njëra tjetrës, vetes tonë. Urime edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe televizionit tuaj. Faleminderit edhe juve që na keni transmetuar dhe na keni përcjell gjatë gjithë kohës. Ju duam fort.